Merë fundin që ka mundësi njeriu me mri në fundrinat ku ka mundësi me shku, edhe merë nivelin ku jetë japtën. Atë sa larg je nga fundrinat. Shumë larg je japtën, shumë nalt je japtën. Kur s'ka ngrit? Allahu te barek o taala. Dhe këtë me komparti modeste, për ullune, me dashtë Allah në gjendë leora. E pa njëri mirësin e Allah të begatin e Allah në gjithë venë, dhe ka cilë thëmë, që kjo është korekte. Ndërsa, verbëria karshi kësaj, injorimi i kësaj, apo përjashtimi i kësaj nga meditimi, është një lloj jo koreksie në raport me Allah të barë. Së është korekte. Ta njëri për shembull në çdo dhikr që e bën. Çdo dhikr që e bën ato për shembull. Me kuptu që ka thonë ulemat ato. Dhikruke iyahu bejne dhikrejni leka. Kur ti e përmend Allahun te bareke o taala, përmendja jote qëndron mes dy përmendjeve. Çish me dy përmendjeve? Allahu të ka përmend, andaj e ke përmend. E kur e ke përmend, prapë të ka përmend. Fadhkuruni adhkurkum. Ma përmendni mua, unë ju përmend ju. A ke mujtë Allahu me përmend nëse ai s'ka përmend? S'mund. Më çfarë përmend? Nëse Allahu s'ka përmend, ty filoni duhet më përmend, jep leje, të thosh subhanallahu, e përmend apo? Përmendja jote Allah ka or pika. Ka se ai të ka përmend. E kur ti e ke përmend, ai të ka përmend apo? Pendimit qëndron mes dy pendimeve apo? Allahu është nismëtari i pendimit. Aja ka nisë pendimin, tani ata ju ngjit në këtë nismë me lejen e Allahut te barekuta. E pastaj ja u ka përdo pendimin. Që shtua gjithçka. Gjithçka që shtua. Gjithçka është. Ai është nismëtari, pse? Huwa al-awwal. Ai është i pari, wal akhir. Ai është nismëtari e ti i ngjitesh pastaj asaj që e ka nisë nismëtari. E pastaj al-akhir i fundit prap Allahu xhalla wala. Nga i pari bëhet tash i fundit. E pranon adhurimin tonë. Ti je mes emrit Allahut al-awwal edhe al-akhir. Mes emrit Allahut i pari dhe i fundit. Ti çtu je aftën? Sundeli është i aftën. Sundeli është, domthon, kujdesi Allahut, fuqisë Allahut xhallahu ala. Dhe kur besimtari e përjeton të nëzër këtë mbikëqyrje, këtë kujdes, këtë mirësi të Allahut te barekuta për shembull. A ndin ti në adhurim që e bën për Allahun ose punë mirë ose arritje të caktuar, kuptim të caktuar që ti arrin, a kupton se është ti je kujdesit i direkt në raport me ty apo e që me ngritën.